Jo, po, kur e shef trokullisë të tjetri, edhe mund të alësh trokullisë e gjerë në fund, po edhe mund t'ja ndalish diku rrugën që të mos përfundoj fare në humnerë. Dhe unë ja paraqita për t'i thënë, ke një deficit kulturor të tmerrshëm dhe kundërshtarin po e bën simbol të mençurisë, diturisë dhe të vendimit, po nuk është kjo detyra jote të lavdosh kundërshtarin. Kjo është e gjithçka. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në datën 8 prill, Parlamenti Evropian do të organizojë një seancë dëgjimore për zgjedhjet e 11 majit. Çfarë shqetësimesh do të çojë Partia Demokratike në këtë mbledhje? Së pari, unë do shpreh mirënjohje të thellë ndaj drejtuesve të Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, deputetëve dhe drejtuesve të Parlamentit Evropian për këtë vendim i jashtëzakonisht të rëndësishëm. Hearingu në praktikën e atij parlamenti përbën ngjarjen më madhore që mund t'i përkushtohet një çështje apo një vendi. Në historinë e hearingut, që janë të rralla, është bërë një hearing për Shqipërinë në vitin 2002, hearingu i parë është bërë për Ahmet Masudin, komandantin legjendar të Afganistanit, i dyti për Sali Berishën, dhe ky i treti, po bëhet po për zgjedhjet. Atëherë për zgjedhjet, i dyti për zgjedhjet dhe i treti për zgjedhjet. Një nder shumë të veçantë, një mirënjohje shumë të veçantë të atyre që kanë rënë dakord. Sigurisht, ne nga kjo seancë dhe ky hearing, presim dhe jemi të sigurt se Parlamenti Evropian do të qëndrojë fuqishëm për standardet ndërkombëtare të zgjedhjeve në Shqipëri dhe zbatimin e tyre. Por kjo është një ngjarje shumë e veçantë, të themi, shumë e veçantë. Shumë e veçantë vetvete si hearing, po kaq e veçantë për kohën që mbahet. Po kaq e veçantë është, seanca thash, është ngjarja më madhore që mund t'i kushtohet një çështje nga Parlamenti Evropian. Por këtu është edhe hearing, edhe koha e zgjedhur për hearing. Është një mbështetje, do të thosha unë, e madhe e shqiptarëve për votën e lirë. Është një mbështetje shumë e çmuar që shqiptarët të votojnë të lirë. Sigurisht ne informojmë parlamentarët për të gjitha zhvillimet antiligjore, për gjitha shkeljet e tmerrshme madhore që ndodhin këtu me kodin zgjedhor. Për të gjithë aktivizimin e bandave, për shembull, në Shkodër, unë nuk e thash kot që deputetët e Partisë Socialiste janë deputet e Dobraçit. Faktikisht, koordinatorët Partisë Socialiste në Shkodër janë Enver Bajri dhe Ilir Bajri me 2-3 tjera aty. Edhe banda e Plum Gjoks edhe të tjera, udhëzimet dhe mjetet e shantazhit dhe të blerjes i marrin tashmë në Dobraç.
Ne po i ndjekim. Dhe unë garantoj këta kriminal të elektoral se kur nuk do të ndahemi pa bërë ligjin për këto krimet shëmtuara që marrin përsipër. Për të mbrojtur krimet e tyre, marrin përsipër krimet tjera. Kjo ndodh në Elbasan. Suel Proda, haptas, bën ligjin. Në për Elbasan, Gjojan Kërkim, po unë i them ati, dhe u them dhe atyre që bashkëpunojnë me te. Koha po urshet dhe toka po urshet dhe në këm, po krimi elektoral s'do amnistohet kur. Dhe mos mendoj, bën llogaritmë nga, ne nuk jemi ata që si Edi Rama u themi hani kokën njëri tjetrit, jo, ne jemi kundër vrasjeve, por në mënyrë absolute, dënimet më të rënda do u rezervohen secilit edhe ata që bashkëpunojnë me ta. I tillë është dhe ky, Poja, i Durrësit, me Altin Hajron. A e dini që Altin Hajron është i lirë, qarkullon kudo, mund shkoni të pini kafe me te. Poja po e po. Pra, këto të gjitha ne i dërgojmë. Dhe do dërgohen. Do bëhen çështje madhe ndërkombëtare. Se këta janë po bëhen krahu i armatosur elektoral i Edi Ramës. Me firmën e Altin Dumanit. Me firmën e Altin Dumanit. Po, kur unë denoncoja amnistinë e krimit elektoral, unë këto kisha parasysh. Prandaj dhe ne sigurisht që do informojmë edhe Parlamentin Evropian, do informojmë edhe Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do informojmë qeveritë e vendeve mike kudo. Iku koha kur kontrollonte Edi Rama informacionet. Mori fund ajo kohë. Mori fund. Kështu që unë kam vetëm mirënjohje dhe ne do informojmë me gjithë mundësitë tona antarët e Parlamentit Evropian, të afetit të Komisionit Jashtëm, por do përpiqemi të informojmë edhe antarët e Komisionit Jashtëm të Kongresit Shteteve të Bashkuara dhe administratën aktuale. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, lidhet me shëndetësinë. Në fakt, ka disa ditë që qytetarë, por edhe mjek, po deklarojnë se në onkologji ka nisur përsëri mungesa e medikamenteve kimio, pra medikamentet jetë shpëtuese për ata të cilët luftojnë me kancerin. Zoti Berisha, pse Partia Demokratike, edhe pse këto lajme bëhen publike, nuk reagon dhe nuk bën presion ndaj qeverisë në mënyrë, sepse ju e keni bërë premtim elektoral, por kanceri nuk është se pret zgjedhja apo tendera që bëhen?